thot kështu, burri nuk më lën me dhënë zekatin e pasurisë time, a mund të jap shehurazi, një gruaja thot. Nuk e lejon burri me dhënë zekat. Tu prap dy paralele, dy mesele, dy çështje. Në qoftë se kanë të përzime burri dhe gruaja pasurinë, nuk mundet gruaja me dhënë zekat pa e ditë burri, se i kanë punë të përzime, nuk e di të kujt janë parët tash. Kush sa ka fituar, më kupton? A me qenë se pasuria e veçantë vetëm e gruas, burri e ka pasurinë veti, e ka patjetër me dhënë zekat. Mo këto janë në një kulm bashkë. Ka lidhje. Me i thonë burri më su falë. A duhet mu falë e ajo? Normal që duhet mu falë. Pas që shëm të epoki, kjo burin e pas ka jo të fejes. Edhe... E kuptoj une. Du më thonë, aji nuk e lejon as gjo me bon, për kjo tash ka bon pyetje për zekatin, ka mundësi nesër me bo pyetje për namazin, për haxhin. Obligimet që i kënë ndaj Zotit i ban fshehurazi nëse nuk dën burri. E qartë është përgjigje. Po, shumë thjesht. Ama ka, me pas mundësi, dëgjo, ani pse burri nuk ka fetar, me pas mundësi, mos me i prish raportet me burrin në më mirë. E lundën i lojsh, tu për shembull, burrit i thu, kam një riqin ka i sëmur, po du mi adhan dë pare, të jep zekatin. Pak diplomaci. Po, diplomaci me përdor në fjalë të mirë. Se tash, për një me respekt dhe Zotit, ama, është mirë që mos me i prish raportet me burrin.